Në këtë edicion do të ndiqni. Në qendrën e vaksinimit e Reniku në Gjakov, imunizimi i qytetarëve të moshës mbi 65 vjeç po vazhdon në mënyrë të rregullt dhe pa radhë të gjata. Gjatë këtyre ditëve, bujqet e komunës së Gjakovës janë në periudhën e përfundimit të mbjelljeve pranverore. Sipas statistikave të drejtorisë prej kulturave bujqësore të mbjellura si vjet, dominojnë perimet me 950 hektarë, si dhe Misri me 4500 hektarë. Është promovuar libri Shënimet e Gjon Nikol Kazazit nga autori Jusuf Buxhovi. Në anën tjetër, shoqata intelektualëve Jakova ka organizuar akademik për të nderuar punën dhe veprën e profesorit Xhevat Koshi në 90 vjetorin e lindjes së tij. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur debat parlamentar në lidhje me organizimin e arsimit në të gjitha nivelet në situatën e pandemisë COVID-19. Deputet për më shumë se 4 orë kanë debatuar për zhvillimin e procesit të arsimit përgjatë kësaj periudhe. Mes shumë temash që u diskutuan, Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbrije Nagafci ka theksuar se e kanë prioritet vaksinimin e mësimdhënësve. Megjithatë, nuk ka dhënë një datë të saktë se kur do të realizohet një gjë e tillë. Ajo tha se është komiteti për vaksinim ai që do të bëjë publik gjithë planifikimin. Vazhdojmë edicionin me informacione nga shëndetësia. Që nga dita e djeshme, kur në Kosovë ka nisur edhe shpërndarja e dozës së dytë për profesionistët shëndetësor, deri më sot këtë dozë janë imunizuar mbi 2000, ndërsa në nivel vendi deri më tani janë vaksinuar vetëm me dozën e parë mbi 74.000 qytetarë të Kosovës. Që nga dita e djeshme, kur në Kosovë ka nisur edhe shpërndarja dozës së dytë për profesionistët shëndetësor, deri sot me këtë dozë janë imunizuar mbi 2000 persona. Ndërsa në nivel vendi deri tani janë vaksinuar vetëm me dozën e parë mbi 74.000 qytetarë të Kosovës. Kështu ka bërë të ditur menaxheri i qendrës kryesore të vaksinimit në sallën 1 Tetori Niman Bardhi. Kemi rreth 74.500 të vaksinuar dhe siç po shihni, të gjithë qoftë qytetarët, qoftë personeli shëndetësor janë duke respektuar pjesën e terminit nga telefonatat e pranuara nga qendra e thirrjeve. Bardhi tutje tha se mbi 2000 mjek dhe infermier nga dje e kanë marrë dozën e dytë të vaksinës AstraZeneca. Mbi 2000 janë të vaksinuar tashmë sa i përket procesit të dozës së dytë dhe të gjitha po respektojnë kohën e ndarë për ta sipas termineve që janë dhënë nga qendra e thirrjeve. Në Kosovë tashmë ka nisur edhe dhënia e dozës së dytë e vaksinës AstraZeneca për profesionistët shëndetësor, të cilët dozën e parë e morën në fillim të muajit prill. Ndërsa aktualisht po vazhdon edhe vaksinimi i qytetarëve mbi moshën 65 vjeç. Gjithë vaksinimi po realizohet me donacionet e dhuruara nga COVAX dhe BE-ja. Edhe në qendrën e vaksinimit e Reniku në Gjakov, imunizimi i qytetarëve të moshës mbi 65 vjeç po vazhdon në mënyrë të rregullt. Qytetarët po vaksinohen pa pasur nevojë të presin në radhë të gjata. Në qendrën e vaksinimit e Reniku në Gjakov, procesi i vaksinimit po vazhdon në mënyrë të rregullt. Qytetarët po vaksinohen pa pasur nevojë të presin në radhë të gjata pas aplikimit që ju duhet të bëjnë përmes platformës e-Kosova. Ata kontaktohen në telefon dhe ju caktohet termini për të vaksinuar. Ne kemi filluar të dalim edhe në terren për personat e palëvizshëm, lajmërohen anëtarët e familjes me diagnozë, pastaj na i grumbullojmë 10 deri në 12 brenda ditës dhe shkojmë i vaksinojmë. Qytetarët mbi moshën 65 vjet po ndahen të kënaqur me procesin e vaksinimit. Ishte shumë e suksesshme, pa pritje, pa asnjë gjë, domethënë çdo gjë ishte në rregull, perfekt. Më dhanë edhe një karton me datën 1 korrekt, edhe një herë më ardhë më paraqit këtu me marrë vaksinën e dytë. Furnizimi me vaksina nga Ministria e Shëndetësisë në komunën tonë po bëhet çdo të tretën ose të katërtën ditë, për shkak të mungesës së zinxhirit të ftohtë, që siguron ruajtjen e vaksinave.
Gjatë këtyre ditëve, bujqit e komunës së Gjakovës janë në përfundim të mbjelljeve pranverore. Sipas statistikave të drejtorisë, prej kulturave bujqësore të mbjellura si vjet dominojnë perimet me 950 hektar, si dhe misri me 4500 hektar. Me fillimin e stinës së pranverës, edhe bujqit e komunës së Gjakovës kanë filluar punën si zakonisht me mbjelljen e kulturave pranverore. Gjatë këtyre ditëve, në të gjitha rajonet bujqit janë në përfundim të këtij procesi. Drejtoria e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural, pranë Kuvendit Komunal, ka përgatitur planin për mbjelljet pranverore 2021. Drejtori i këtij dikasteri, Haxhi Sejdiu, tha se mbjelljet e kulturave të ndryshme bujqësore janë realizuar me sukses dhe sipërfaqja totale e këtyre mbjelljeve është mbi 5000 hektar tokë. Bashkë me drejtorinë e inspektoratit e kemi bërë monitorimin e mbjelljeve dhe realizimit mbjelljeve është kryer me sukses. Do të thotë në komunën e Gjakovës i kemi rreth 4000 hektar të mbjellura me misër. Kemi 950 hektar misër për kokër, 1500 hektar misër me fasol dhe 1900 hektar misër i gjelbërt apo për përgatitje silazhit. Sejdiu theksoi se kushtet klimatike kanë qenë të favorshme për realizimin e këtyre mbjelljeve. Kryesisht këtë pranverë kushtet kanë qenë të mira klimatike për mbjelljet pranverore, sidomos gjatë muajit prill. Tash ma vonë muajin maj ka pas ndryshime të klimës, threshura, temperatura pak më të ulta, apo për mbjelljet pranverore kryesisht kushtet kanë qenë të mira. Sipas statistikave të drejtorisë, prej kulturave bujqësore të mbjellura si vjet dominojnë perimet me 950 hektar, si dhe misri me 4500 hektar. Mbi 40% e bizneseve të sektorit të gastronomisë ende nuk i kanë marrë subvencionet e premtuara nga Ministria e Financave. Shoqata e gastronomëve është pro faljes së dënimeve për ata që shkelen masat anti-Covid, madje thonë se duhet të kompensohen edhe ata që tashmë kanë paguar këto dënime. Mbi 40% të bizneseve të sektorit të gastronomisë ende nuk i kanë marrë subvencionimin e premtuar nga Ministria e Financave për mbylljen e fundit si masë kundër pandemisë. Sekretari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, Arjan Vranica, në një intervistë ka thënë se procesi i subvencionimit po prolongohet dhe nëse nuk përfundon ky proces deri me 12 qershor, do të trokasin sërish në derën e Ministrisë së Financave. Ka mbi 40% të bizneseve të cilit raportojnë që nuk i kanë marrë ende as pagat edhe as qirat e lokaleve të tyre. Sipas tij, vendimi për zgjatjen e orarit të gastronomisë deri në orën 23 do duhet të merrej 2 javë më herët në mënyrë që tash të flitej për hapjen e tërësishme të industrisë. Humbja e madhe e sektorit të gastronomisë gjatë pandemisë sipas tij do duhet të shërbente si ultimatum për subvencionimin më kohë të këtij sektori. Mbi 10 milion euro dëme do thotë kanë ndodhur vetëm në gastronomi dhe gjendja me epidemiologjike në vendin tonë ishte përsëri do thotë ishte mbi 10% pas kalimit të 2 javëve do thotë pas mbylljes 12 ditore. Vranica është për faljen e dënimeve për ata që shkelen masat anti-Covid, madje thotë se duhet të kompensohen edhe ata që tashmë kanë paguar këto dënime. Përveç faljes së dënimeve, do të duhet të bëjë edhe kompenzimi i dënimeve të cilat janë bërë, atë kanë aplikuar edhe vendet e tjera siç është Shqipëria. Andaj një gjë e tillë mund të merret edhe në Kosovë dhe do të ishte shumë e dobishme për përmirësimin e klimës safariste dhe të bizneseve tona. Ministri i Financave Kuran Murati me 12 maj pati bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook se po ato ditë është ekzekutuar pagesa për grupin e parë të punëtorëve që përfitojnë nga subvencionimi i pagave. Është promovuar libri Shënimet e Gjon Nikol Kazazit nga autori Jusuf Buxhovi. Po sot, ky libër është promovuar edhe në Rom. Shënimet në këtë libër janë monument historik për shqiptarët dhe veçanti për Gjakovën. Është promovuar libri Shënimet e Gjon Nikol Kazazit nga autori Jusuf Buxhovi. Përmbajtja e këtij libri është me histori dhe plot ide filozofike, e cila flet për një lidhje të pasgjithshme midis një populli dhe tokës së tij. Por në të njëjtën kohë është gjithashtu një luftë kundër ndjenjes së pafuqisë që njeriu ndjen përpara një epidemie misterioze dhe kërcënuese në të cilën mund të shohim me ngjashmërimet e tashmen. Autori i këtij libri, profesor Jusuf Buxhovi, tha se në këtë ribotim janë shtuar disa detaje që e pasurojnë edhe më shumë librin dhe e bëjnë më të plotësuar. Në këtë libër komponu
prakisht një 70 vjetë përpara, ndërkohë që këtë tributim e kom Bosboni, në përputhje me disa rrethana tjera edhe letrare, po edhe intelektuale, kujtoj se ato ka qenë domosdoshme veç mas plotësimi gjuhësor, idiomat të gëgnishtës, askajorja, cilat paraqesin mentalitetin e botës e veriut, këto janë plotësu këtu, po edhe disa aspekte tjera të filozofisë mbi jetimit, që lidhen me kozmogomin, cilat gjinin në këtë ambient. Bogjovi tha se po të njëjtën ditë promovimi i këtij libri do të bëhet edhe në Romë. Promovimi në Romë është njëna për të arritën më të madhe edhe si krijues, po edhe në përgjithësi për letërsinë shqipe, sepse votimi në italisht, gjuha italiane është gjuha Dantes, gjuha botnore. Kryetari i komunës Ardian Gjini e vlerësoi lart botimin e këtij libri ku shpreh se këto shënime janë monument historik për shqiptarët dhe në veçanti për Gjakovën. Po mendoj që shënimet e Gjon Nikol Kazazit janë monument, është monument shqiptar për historinë tonë. Në njëjtën kohë është monument për Gjakovën. Në shënimet e Gjon Nikol Kazazit i gjejmë nisjen e Gjakovës, malsinë, mënyrën si u rrit, gjejmë arkitekturën, gjejmë edhe mënyrën si kanë filluar me u knu kongt, që na sot i quajmë kongt tona tradicionale, po gjejmë edhe elemente fantastike tjera, si për shembull grithjen, që ka qenë vaksinim në atë formë, 2-3 tonë kanë ditë, po te Jusuf Bugjovi shndrohet në diçka me vërtet monumentale. Momentalisht libri është përkthyer në 3 gjuhë, gjuhën frenge, slovene dhe serbe, ndërsa do të përkthehet edhe në 6 gjuhë të tjera, si gjuhën angleze, gjermane, italiane, spanjolle, polake dhe romune. Shoqata e intelektualëve Jakova ka organizuar akademi për të nderuar punën dhe veprën e intelektualit Gjevat Koshi në 90 vjetorin e lindjes së tij. Intelektuali nga Gjakova një jetë të tërë ka qenë në shërbim të arsimimit shqip. Shoqata e intelektualëve Jakova ka organizuar akademi për të nderuar punën dhe veprën e intelektualit Gjevat Koshi në 90 vjetorin e tij të lindjes. Familjar, miq dhe akademik nga Gjakova dhe jo vetëm kishin ardhur për t'i dhënë mirënjohjen intelektualit Koshi. Në emër të shoqatës së intelektualëve Jakova, profesori Rushdi Sefa bëri një përmbledhje të veprimtarisë së Gjevat Koshit. Që nuk kishte fshat, cep e mcep të Kosovës, që nuk u gjetën djemtë e vashat gjakovare për të hapur shkolla, për të shërbyer në profesionin e mësuesisë dhe për të ndihmuar këto mjedise në përhapjen e arsimit kulturës kombëtare. Një nga ata dilmosha atë botë ishte edhe Gjevat Koshi. Një nga bashkëpunëtorët e Gjevatit ishte edhe Malush Tullumi, i cili foli për kujtimet e shumta që kanë pasur duke veçuar fillimet kur janë njohur. Bënim çmos që atë fukarallëk që kishim të komunës me 900.000 marka në atë kohë të buxhet komunal, jepnim një sasi bukur të mirë të mjeteve për fuqizimin e shoqërisë civile. Ishte në atë kohë forumi i shoqatave qeveritare dhe pa modesti me thënë ishim lider i organizimit të shoqërisë civile. Profesor Dr. Mehmet Rukiqi teksa uroi për 90 vjetorin vlerësoi punën e jashtëzakonshme të Gjevat Koshit në arsim. Është veteran i arsimit, pedagog i shquar dhe cilësor i artit, shkencës, kulturës e sidomos i gjeografisë tonë kombëtare. Të gjithë ata që patën nderin të punojnë e ta njohin profesorin patën fjalë miradije për të. Dajnë veçanërisht do ta vlerësoj që si një qytetar i mirëfillt, me atë prirje ndoshta ekstrem për problemet kombëtare, problemet që është një shoqëri për emancipim. Ndihem krenar dhe mburrëm që kam qenë nxënës i profesorit kujdestarit tim dhe kam marrë pjesë në disa akademi që i kam udhëheq dhe që i kam qenë pjesëmarrës, po kur në jetën time nuk e kam ndi veten më të vogël se sa në këtë rast në krahasim me kujdestarin tim. Poezi gjyshit. Një detyrë sot më kanë dhënë, disa fjalë të gjyshme t'i thënë. Gjyshit thashë, çfarë t'i them? T'ja kushtoj një poezi me vend. Një jetë në shërbim të arsimimit shqip në këtë moto, shoqata intelektualëve Jakova ndohu mirënjohje për profesorin Gjevat Koshi për kontributin e tij të pashoq. Mirënjohja i ka vlerat e veta. Por unë jam shumë më mirënjohës
shoqatës time që në çdo moment, në çdo rast ka qenë pjesë e trupit tim, ka qenë pjesë e asaj që gjithë bashku e kemi arritë. Gjevat Koshi është ndër figurat më të çmuara të Gjakovës me të cilin do të mburremi për herë, u tha nga të pranishmit. Ndeshja e parë e finales së play-offit në futsal ndërmjet Liburni dhe Liçenit ka mbaruar në të mirë të skuadrës mysafire, e cila ka triumfuar me rezultat 8-3. Liburn ende nuk është dorëzuar në luftë për titull. Gjakovarët të dielën do të udhtojnë në Drenas. Mbrëm në palestrën e sporteve Shaninushi në Gjakov është zhvilluar ndeshja e parë finale e play-offit në futsal ndërmjet Liburni dhe Liçenit nga Drenasi, ku ndeshja përfundoi në të mirë të mysafirëve me rezultat 3-8. Golat për Liburnin e realizuan Kryezeu, Qerimi dhe Porritas. Kryetari i Liburnit Abbas Beqa ka thënë për televizionin Syri se klubi jon me gabime të qëllimshme apo të paqëllimshme nga ana e gjyqtarëve po dëmtohet vazhdimisht, sidomos në ndeshjet vendimtare ku luftohet për trofe. Liburni ishte në disavantazh me rezultat 0-4 dhe u rikthye në ndeshjen fuqishëm duke ngushtuar rezultatin 3-4, por disa vendime tendencioze të gjyqtarëve në momentet e fundit të takimit ndryshuan kajen e ndeshjes dhe në këtë mënyrë mysafirët realizuan përsi 3 gola, duke përmbyll takimin me rezultat 3-8. Liburni asnjëherë deri më tani nuk ka bërë ankesa ndaj askujt, edhe pse vazhdimisht është dëmtuar, por tani nuk do të lejojmë që të na humbet mundi dhe djersa lojtarëve, andaj do të bëjmë ankesa në organet e federatës derisa drejtësia të bie në vendin e vet, ka thënë mes tjerash Beqa. Liburni ende nuk është dorëzuar në luftë për titull. Të dielën Gjakovarët do të udhtojnë në Drenas për të zhvilluar ndeshjen e dytë të finales së play-offit. Në vazhdim të ndjekim grafiken e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Në qendrën e vaksinimit të Reniku në Gjakov, imunizimi i qytetarëve të moshës mbi 65 vjeç po vazhdon në mënyrë të rregullt dhe pa radhë të gjata. Gjatë këtyre ditëve, bujqet e komunës së Gjakovës janë në periudhën e përfundimit të mbjelljeve pranverore. Sipas statistikave të drejtorisë prej kulturave bujqësore të mbjellura si vjet, dominojnë perimet me 950 hektarë, si dhe misri me 4500 hektarë. Është promovuar libri Shënimet e Gjon Nikol Kazazit nga autori Jusuf Buxhovi. Në anën tjetër, shoqata intelektualve Jakova ka organizuar akademik për të nderuar punën dhe veprën e profesorit Gjevat Koshi në 90 vjetorin e lindjes së tij. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri-bizvision.tv. Mirupafshim.